Selina dhe Miri drejt ndarjes, përplasje fort mes tyre. Marrëdhënia mes Mirit dhe Selinës ka hyrë në një terren të minuar. Pas shakave që kanë hedhur Angelo, Eugeni dhe Kristi, Selina ka filluar të vërë në pikpyetje gjithçka që këngëtari i thotë. Një bisede gjatë ballë për ballë ka nxjerrë në pakrisjen e besimit mes tyre. Hajde më pyet mua, jo ata. Miri, i irrituar nga ndikimi që banorët e tjerë kanë te Selina, ka kërkuar që ajo të mos bëhet pre e thashethemeve. Ai ka kërkuar llogari për faktin që ajo dëgjon versionet e djemve, duke i ofruar një marrëveshje. Për çdo dyshim, të shkoj direkt te ai dhe jo të ushet nga intrigat e korridoreve. Nuk të besoj 100%. Pavarësisht përpjekjeve të Mirit për t'u treguar i sinqert, Selina ka qenë e prerë. Ajo ka deklaruar hapur se shpjegimet e tij nuk e kanë bindur plotësisht dhe se i duhet kohë për t'u sqaruar me veten. Ajo ka theksuar se ky nuk është një pozicion i me çunat, por një ndjesje e saj e brendshme që e bën të dyshoj. Ai u shpreh i zhgënjur që po tentohet të futet në mes të situatave të forta para 19 banorëve. Ajo refuzon të bëjë kompromis me mendimin e saj, duke kërkuar fakte para se t'i jap besimin e plot. Miri e mbylli bisedën duke i thënë se pret momentin kur ajo do të vijë t'i jap të drejtë pasi të kuptojë të vërtetën. Kjo përplasje tregon se aleancat brenda shtëpisë po lëkunden dhe se besimi është bërë valuta më e shtrenjtë në këtë edicion.